të dashur qytetarë dhe qytetare që ndiqni këtë seancë, zonja dhe zotëri deputet. Parlamenti shqiptar ka mbetur vetëm një fiksion dhe nuk është më një realitet. Parlamenti shqiptar nuk mbron më interesat e qytetarëve shqiptar, por përdoret në mënyrën më të pamëshirë kundër qytetarëve shqiptar, interesave, pasurive, taksave të tyre. Për herë të parë, në 8 vit, në gjithë ekzistencën e parlamentit, mandatet e krimit në parlament nuk lejojnë ngritjen e komisioneve hetimor parlamentar. Këto ditë, edhe sot që po flasim, në qytetet e Shqipërisë zhvillohet në mënyrë të ethshme një nga veprimtaritë më të përhapura, më të gjëra kriminale. Këto ditë, në qytetet e Shqipërisë, me qindra e qindra, të ashtu quajtura call centra, vjedhin ditë e natë, pensionistët e vendeve që kanë kontributet jashtëzakonshme, që kanë kontribuar miliarda në këtë vend për këta qytetarë. Hjena të vërteta nga salla krimit të mbrojtura nga shteti, mashtrojnë dhe u grabisin pensionet, pensionistëve në Itali, në Austri, në Gjermani, në Spanjë, në një aktivitet fund e krye të mbrojtur nga shteti, në një aktivitet në të cilin strukturat shtetërore nga polici tek niveli më i lartë janë mburoj. Në një aktivitet në të cilin përfshihet nga shefi komisariatit që merr rrogën minimale 5.000 euro në muaj nga call centri, tek vllau i kryeministrit, që është de facto, sipas burimeve të huaja dhe vetë të vendit, bosi kryesor i tyre. Në këtë aktivitet kriminal, në të cilin ka call centra që në një javë vjedhin 30 milion euro, me mashtrim pensionistët vendeve tjera, ka një bashkërendim nga nivelet më të larta tek prokuroria, tek gjykatat, tek policia. Të dashur qytetarë dhe qytetare, vetëm ortaku legal i Olsi Ramës, këshilltari, zyrtar i Olta Gjashkës, Amand Josifi, ishte eksponenti më kryesor në Shqipëri i grupit Milton.
që ka vjedhur së paku 2,2 miliard euro. Ka përdorur kriptomonedën për mashtrime që shkojnë miliarda euro. Kur një ditë të këtë parlament Alban Çela, apo Ardian Çela, si quaj që rrai Lubia me bandit të saj, që drejton të Oshën, deklaroj se energjin janë 2 kuçedra që po e thithin. Njëra është kuçedra e bitcoinit dhe tjetra kuçedra e kanabisit. Shtëpitë e barit u deshën pak kohë që ta shtronin në druate dhe të mos e merë të ma vetën gjerësot. Të dashur qytetarë dhe qytetare, kur policia e vendeve të huaja zbuloi rjetin, kreu I skapit Famziu Dumani u tha shqiptarëve se për Aman Josifin nuk kemi mandat arresti. Si mort mos ketë mandat arresti për Aman Josifin, I cili me grupin e tij kishte vjedhur 2,2, në këtë parlament është denoncuar. U kërkon të dorëzojnë bitcoinin në kuletën e tij digitale. Dhe I garantonte se do ta mirrin me këtë interes. Dhe këtu kishte konvertuosin e bitcoinit. Dhe pasi I dërgonte në Dubai, apo I konvertonte dhe I inkasonte në bankat e krimit, pensionisti kërkonte paratë si mirë të kur. Aman Josifi u arratis në Dubai, I shoqëruar thonë nga Olsi Rama, por I gjështë e sigurt që kolcentrat e tij mbroheshin nga shteti. Dhe kur Spanja e gjeti në Dubai dhe kërkoi ekstradimin, përsëri Altin Troplini jo tha, po e heton Spanja. Pra, kjo është një veprimtari e mbrojtur nga shteti, një veprimtari kriminale të mërshme, që turpron Shqipërinë, që damkos Shqipërinë, dhe vinire, as një rast policia shqiptare nuk ka një aksion të vetën, që të gjitha janë tërmarra nga policia gjermane, policia italiane, policia austriake, kjo e fundit, policia spanjolle dhe policit me radhë. A ka turp në të mamur, dhe ju rrini dhe shikoni, dhe ju se qilni gojnë, se e dini që është Olsi. Dhe thua pastaj, të mos denoncojmë. Si mos të mos denoncojmë, të bëhemi bashkautor me ju dhe me ajdutët tuaj. Dhe thoni pastaj, ti fshejmë këto, pa fshejmë këto morë. Po fshejë e tyre është krim. është krim kombëtar. Nga krim shtetëror në qoftë se opozita nuk I denoncon, kjo shtrohet një krim kombëtar. Po kjo s'do ndodh kur. Kurse ju jau kanë qep gojnë. E mund vesh historinë
Përfundoni ju lutem. E qeli gojnë Uluzi, e qeli, guxoj dhe i tha Lubis, të keqen i tha, mos të kemi barma, iku, e shitoj zana, iku nga kandidatura, po, nesa i bërë si kursetin, më ka punë tjera, nuk merre me te unë. Jo, po të them ty, vetëm se guxoj ti thoshte, aman të keqen, kujini ju, të keqen Lubi, Ju lutem zoti Berisha, kam mbaruar koha dhe për më tepër jeni totalisht jashtë etikës. Se ti urdhron me urdhrin tuaj. Zoti Erion Braça e ka fjalën. Se nuk e pësove të ti, po e pësove dhe ogerta, e të radhë të apsoni, jeni pas tjetër. Zoti Erion Braça ka fjalën.